أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا Muhammed وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderim edhe lavdërimet janë gjithmonë vetëm për Allahun xhaleshanuhu. Paqja dhe shpëtimi qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastërt, shokët e tij besnik dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Falenderojmë edhe Bashkinë Islame të Dragashit, e cila në bashkëpunim me Radio Televizionin e Opojës po na mundson për herë të dytë, domethënë që edhe ne të japim ligjëratat tona në trevën e Opojës. Tema për të cilën do të flasim është pendimi. Allahu xhaleshanuhu pas çdo vështirësie ka ofruar lehtësim dhe rrugdalje, kurse për mëkatarët ka hapur derën e pendimit. Mëkatarëve u ka dhënë shumë shpresë të madhe, sepse njeriu e mundon gjithmonë mëkati që ka bërë, kështu që te Allahu xhaleshanuhu janë dyert e hapura gjithmonë. Andaj Allahu xhaleshanuhu nuk deshi që njeriu ta lindte të humbur dhe t'ia humbiste shpresat për jetë, i tregoi se pas mëkateve vjen pendimi, i cili i shlyn mëkatet. Pendimi është shkak që mëkatari të jetë më afër Zotit, pasi ishte larguar një kohë të gjatë nga rruga e Allahut xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu i ka dhënë rëndësi të madhe pendimit Teubes, për të cilën edhe në Kur'an vjen një sure Teube, sure e veçantë domethënë për pendimin. Fjala Teube në Kur'an e gjejmë mbi 80 vende, kurse Gufran, falje përmendet diku në 140 vende. Prej emrave të bukur të Allahu xhaleshanuhu kemi edhe Et-Tawwab dhe El-Ghafar. Duhet të jemi të bindur se kjo jetë është e shkurtër dhe kalimtare dhe gjithsesi do të alshojmë këtë botë dhe do të kthehemi te Allahu xhaleshanuhu. Por shtrohet pyetja për ku do të shkojmë ne, për ku do të udhtojmë dhe sa jemi përgatitur për këtë udhtim. Një udhtim i gjatë me plot të lashe, mërzi, dëshprime, vajtime, sepse nuk e dim se nga cila anë do të jemi, a në anën e atyre që do të fitojnë xhenetin apo në anën e atyre që do të shkojnë në xhehenem. Lidhur me këtë thot Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famlar, "Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir." Një grup për në xhenet, kurse një grup tjetër për në xhehenem. Brengat, mërzit, vajtimet asaj dite janë për shkak se urdhat e Allahu xhaleshanuhu nuk i ka zbatuar ashtu siç kërkon Allahu xhaleshanuhu. Pra nëse dëshiron që nesër në atë ditë të takohesh me Allahu xhaleshanuhu i penduar, atëherë koha është tash me njerë që ne të pendohemi të kthehemi rrugës së Allahu xhaleshanuhu. E si do të takohemi me Allahu xhaleshanuhu kur ne ende nuk po na shkon mendja që të pendohemi, se nuk e dim se kur do të na vjen vdekja, si do të na gjen vdekja neve në momentet e fundit. Atë ditë njeriu do të mallkoj veten e tij sepse jeta e ka kaluar kot duke mos adhuruar Allahu xhaleshanuhu. Lidhur me këtë thot Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famlar, "Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu lamina as-sakhirin." Oj mjeri unë që kam lënë rrugën në respektimin dhe Allahut dhe që kam qenë për atyre që talleshin. Xheneti ka 8 dyer. Të gjitha ato hapen dhe mbyllen përpos derës së pendimit, sepse një melaçe është e detyruar që të mos e mbyll atë derë. A nuk ishte shkak gabimi që bën Ademi dhe Hava e që u larguan nga xheneti? Kush e nxorri shejtanin nga rahmeti i Allahu xhaleshanuhu? Ishte mëkati i tij i cili refuzoi urdhin e Allahu xhaleshanuhu që t'i bën sejdën deri Ademit alayhis salam. Kush e përmbyti popullin e Nuhit alayhis salam derisa uji u ngjit në kodrat më të larta? Kush e dërgoi erën e fuqishme tek Adi derisa i mbyti të gjithë? Kush e dërgoi brit me shkatruese të Themudi që nga ai zë u shkatruan në kufoma të ngrira? Kush e përmbyti popullin e Lutit duke i kthyer vëmbanimet e tyre, pastaj u derdhen mbi ta gur pa rreshtur nga lart, i kaploi ata një dënim që tjerët si kaploi? Kush e dërgoi rën e dënimit të popullit Shuaibit sikur hije, e kur kaloi mbi kokat e tyre u hodh zjarr të ashpër?
Kush e fundosin e uj faraonin dhe popullin e ti? Kush e përmbysin e tokë Karunin, shtëpin dhe pasurin e ti? Karuni ishte nga populli i Musait a.s. Ati që ishte dhenë shumë pasuri dhe sundim, por ai gjithmonë unë burtë se thonte këto e kam barë, do me thonë me dijen time, me diturin time. Aqë shumë pasuri ka pasur sa që qelcat e depove të ti ja bartin një grup njerëzësh. Allahu Gjeleshanu e humbi Karunin me gjithë familje, me pasuri dhe me gjdo gjë që kishte ai. Këto ishin vetëm disa nga dënimet e popujve të ndryshme. E tëra kjo ndodhi për shkak të gabimeve dhe gjunaheve, ku Allahu Gjeleshanu thot në Kuranin famlart: "Wa kam ahlakna min al-quruni min ba'di Nuhin wa kafa bi rabbika bi dhunubi khabiran basira." Sa e sa gjenerata e kemi shkatruar pas Nuhut. Mjaft është Zoti yt vëzhgues e shikuesi me katëve të robërve të tij. Allahu Gjeleshanu nuk dënon një popull pa të drejtë, por njerëzit i bëjnë pa drejtësi vetvetes. Në historinë e popujve të mëparshëm, vërtet që e bëjnë si shembull për mësim për ata njerëz që kanë arsye të shëndosh. Shkatrimi i tyre për shkak të rebelimit dhe refuzimit të urdhave të Allahut na tregon se sa i dobët dhe i pafuqishëm është njeriu. Ta dim se shembujt e lartë përmendur na tërheqin vërejtjen të gjithë dhe neve, ata sikur na thonë: "O ju njerëz, ktheuni Zotit tuaj para se t'ju vijë dënimi befas, e ju mos të dini gjë. Përmbajuni fjalëve të Allahut dhe porosive të pejgamberit alayhis salam." Allahu Gjeleshanu lidhur me pendimin thot: "وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا." Nuk është pendimi pranueshëm i atyre që vazhdimisht bëjnë punë tek këqija dhe vetëm atëherë kur t'i vjen vdekja ndonjërit për tyre të thotë: "Unë tash u pendova." Dhe as i atyre që vdesin duke qenë jo besimtar. Ndaj tyre kemi përgatitur dënim të ashpër. Por pendimi pranueshëm është për ata ku thot Allahu Gjeleshanu në Kur'an: "Innama at-tawbatu 'ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su' bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu 'alayhim wa kana Allahu aliman hakima." Pendimi pranueshëm tek Allahu është vetëm ai i atyre që bëjnë të keqen me mosdije dhe shpejt pendohen. Të tillëve Allahu a pranon pendimin, se Allahu është me i dishmi, me i urti. Fjala tëube vjen nga folja gjus arabe tabe yetubu tëubetun dhe ka këto kuptime. Në kuptimin etimologjik do të thot braktisje apo lënje, kthim, shëndrim nga një gjë në një gjë tjetër, nga një formë në një formë tjetër. Kurse në kuptimin terminologjik do të thot të kthyerit të Allahu Gjeleshanu duke i braktisur mëkatet. Heqja dorë nga ajo që e urren Allahu Gjeleshanu dhe praktikimi i asaj që e don Allahu Gjeleshanu. Pendimi është të kthyerit nga ajo që Allahu e urren haptas dhe fsheftas në atë që e do Allahu Gjeleshanu haptas dhe fsheftas. Allahu Gjeleshanu ka thënë: "Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Pendohuni të gjithë te Allahu, o besimtar, në mënyrë që të gjeni shpëtim. E ata që nuk pendohen janë mizor. Njerëzit janë dy llojesh, pendestar dhe mizor. Lidhur me pendimin e sinqert thot Allahu Gjeleshanu në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." O ju që keni besuar, pendoni tek Allahu me një pendim të sinqert, në mënyrë që Zoti juaj t'i largoj prej jush të këqijat, t'ju shpjerë në xhenetën në të cilat rrjedhin lumenje. Omer dhe Ubej ibn Ka'b radiallahu anhu kanë thënë: pendimi i sinqert do me thonë të pendohen nga mëkati e të mos të kthehet më në të, sikurse nuk kthehet qumshtin në xhi. Një dietar tjetër thot, Haseni: pendimi i sinqert është ta urresh mëkatin ashtu siç e ke dashur.
atë edhe të kërkosh falje kur ta kujtojsh. Pendimi nuk është i vlefshëm vetëm të thuhet me gjuhë, por pendimi vërtet është ai që bëhet me mendje, me zemër dhe me trup. Pendimi është obligim për çdo besimtar dhe besimtare. Nuk i lejohet muslimanit apo muslimanes që të vanoj pendimin sepse vënimi i shkakton mëkate tjera. Rreziku apo gabimi më i madh i njerëzve për atë që ka rënë në mëkate është zvarritja, domethënë shtyrja për me vonë e pendimit, siç thon disa. Do të kthehem, do të pendohem me vonë dhe nuk e bëjnë këtë. Është thënë se fjala pastaj apo do të është shprehje e ushtrisë së shejtanit alehilane. Disa thonë se do të pendohen kur të mbushin të 30-at, disa kur të mbushin të 50-at, të mjerët ata. Mendojnë se janë të sigurt se do t'i arrijnë ato vite. Mirë po, si do të jetë gjendje nëse ata nuk do t'i arrijnë ato vite? Sa e sa prej njerëzve e kanë pasur këtë ide drejt shkurtër, të cilët thoshin se do të pendohem kur të arrijë pleqërinë, por ata nuk e pritën fare pleqërinë, ata vdiqën pa prit pleqërinë. Një pjesë e madhe shtyn pendimin derisa vjen koha kur pendimi refuzohet. Njeriu kur e humb zgjedhjen, atëherë pendimi i tij nuk është i pranuar. Si pendimi i faraonit, i cili kur e përfshiu përmbytja tha: "Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana min al-muslimin." Besova se nuk ka zot tjetër posa atij që i besuan banu Israilet, edhe unë jam nga muslimanët. Por Allahu xhaleshanu ja kthei përgjigjen dhe i tha: "Alane dhe katasajte qablu wa kunta min al-mufsidin." Ti tani beson, ndërsa me parë kundërshtove dhe ishe njeri prej shkatërruesve. Ai nuk u pendua me heret, por momentin kur e pa vdekjen dhe fundin e vet, atëherë ai u pendua dhe besoi, por besimi i tij nuk i bëri dobi sepse nuk ju pranua pendimi. Mos prit të thuash siç thon disa: "Rabbi levla ekharteni ila ajalin qaribin fa saddaqa wa akum min as-salihin." O Zoti im, përse nuk ma shtyve dhe pak afatin e vdekjes që të epja le mosh e të besha prej të mireve. Ndërsa Allahu xhaleshanu thot: "Walan yuakhiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha." Por Allahu kurse si asken nuk e shtyn për me vonë kur ati t'i vijë afati vet. Para nesh kanë qenë orë të tëra, para nesh ishin ditë të tëra, javë, muaj dhe vite të tërë. Të gjitha këto nuk na kanë mjaftuar që ne të pendohemi. Kurse kur vjen momenti i fundit para se me dhon, domethënë shpirtin, ne thomi: "O Zot, pse nuk ma shtyve edhe pak afatin?" Domethënë kërkojmë nga Allahu xhaleshanu që të na shtyjë afatin, që të bëjmë punë të mira, domethënë që të jemi të mirë. Ka mbaruar ajo, gjithçka domethënë ka mbaruar, por nuk jep lemosh sa je, domethënë në këtë kohë, por kur vjen ai fundi, atëherë kërkon që ty të zgjatet jeta. Pse nuk e bë për të mirëve tash kur je në gjendje të mirë, tash kur ke kohë? Për ta bërë edhe me të qartë pendimin e sinqert, do ta ilustroj me një shembull në kohën e pejgamberit alayhis salam. Thalebi ben Abdurrahman ishte një shërbetor i krijesës më të çmuar në fytyrën e tokës, Muhamedit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam e çoi Thalebin për një punë dikund. Ai duke shkuar rrugës e afroi kokën të një shtëpi ku po pastroi një femër, dhe ai vetëm pak e ngati shikimin. Por me vonë ai u pendue dhe tha do të zbret diçka pejgamberit alayhis salam lidhur me veprimin e tij, e që veprimi i tij ishte vetëm zgjatja pak e kokës duke e shikuar një femër se si po pastrohej. Kur duke prej frikës së madhe se do t'i vjen shpallja pejgamberit alayhis salam për këtë rast, ky iku dhe shkojnë diku në bjeshket mes Mekës dhe Medines, u largua, më thonë u pendua shumë. Thalebi 40 ditë nuk ju paraqit pejgamberit alayhis salam. Gjibrili i erdhi Muhamedit alayhis salam dhe i tha: "O Muhamed, vërtet Zoti të dërgon selam dhe të thot: një njeri prej popullit tënd është në mes të këtyre kodrave dhe kërkon mbrojtje nga Allahu xhaleshanuhu." Atëherë pejgamberi alayhis salam
e dërgoi Omerin dhe Selmanin që ta kërkonin Thalebiun. U takuan me një çoban mes tyne kodrave dhe këta e pyeten çobanin Xhafer tu. Ai tha është një njeri i cili del natën dhe thot, sikur pak kishte marrë Allahu xhaleshanu shpirtin para se të ndodhte kjo. Këta i thanë se çat njeri po kërkojmë ne. Shkuan natën atje e gjetën dhe kur duhet natën, më Thalebiu këta ju afruan dhe thanë çka puna jote. Ai më në herë tha, a din pejgamberi alayhis salam për rastin tim. Këta domethënë nuk dini se çka ka bë ky sahabi. Omeri dhe Thalebi i thanë, na ka dërguar pejgamberi me të marë, por ne nuk dim fare se çka ka ndodhur me ty dhe kështu, ai tha, pash Zotin mos më çoni te pejgamberi vetëm sa ai kur tosh në namaz. Atëherë mund të afrohem të afrohet te pejgamberi alayhis salam. Shkuan, do e fal namazin, domethënë Omeri shkoi atje në safin e parë, ky me në fund atje diku. Por kur e ndëgjoi zërin e pejgamberit alayhis salam duke kënduar Kur'an këtij rate fiket. Ma vonë e pyti pejgamberi alayhis salam se çka është puna jote. Ky tha, oj dërguari i Allahut, mëkati jam është shumë i madh. E pejgamberi tha, fjalët e Allahut xhaleshanu janë edhe më të mëdha, të ta mësoj një ajet kuranor ku domethënë e shlyn atë mëkatin tond. Ja tregoj ajetin kuranor, Rabbena atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Domethënë ky ajet është, o Zot, na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër dhe ruana prej zjarrit të xhenemit. Thalebi tha, oj dërguari i Zotit, mëkati im është hala më i madh. E pejgamberi tha, fjala e Allahut është ende hala më e madhe. Ky njeri domethënë nuk ka bë palës diçka të keqe, vetëm se e ka zgjat kryet pak dhe ka shikuar një femër duke u pastruar. E ta bëjmë me në çka bëjnë tjerit, domethënë që bëjnë vepra shumë më të shumtuta, si është prostitucioni e kështu me radhë. Na lind pyetja pse të pendohemi ne? Çka na shtyn neve të pendohemi? Çka kemi bërë për të penduar? Pse të pendohemi nga veprat e këqija kur ne aty domethënë gjejmë kënaqësi? Pse të pendohemi nga zinaja kur në të ne gjejmë qetësi shpirtërore në të? Pse të pendohemi nga vjedhja kur ne pasurohemi? Pse të pendohemi nga shikimi i femrave kur në shikimin e tyre ne kënaqemi? Pse të pendohemi nga alkoholi kur në të gjejmë qetësimin e zemrave tona? A nuk duhet njeriu që ta ndjek rrugën që e kënaq dhe bën të lumtur? O ti që jeton me iluzione, dije se të gjitha këto që ty po të kënaqin, këto të gjitha e hidhrojnë Allahun xhaleshanu. Domethënë nuk është lumturi e gjitha kjo kur ti gjen kënaqësi e në anën tjetër e harron pse ka ardhur në këtë dynja. Domethënë e hidhron krijuesin Allahun xhaleshanu. Tash do t'rregojmë se pse duhet të pendohemi. Duhet të pendohemi sepse duhet të ndjekish rrugën për të cilën ka ardhur në këtë botë. Thot Allahu xhaleshanu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." E unë nuk krijova njerëzit dhe gjinët për tjetër vetëm që të më adhurojnë. Ky është qëllimi i ardhjes tonë në këtë botë. Domethënë qëllimi është të me adhuru Allahun xhaleshanu e jo me u marrë me gjona tjera të ndaluara. Kur ne jemi qenja më e përsosur, ku Allahu xhaleshanu thot, "Lekad khalaqnal insana fi ahsani taqvim", vërtet ne e krijuam njeriu në formën më të bukur. Pra, atë që të ka krijuar ty në formën më të bukur, duhet ta adhurosh dhe ta falenderosh, e jo ta mohosh. Pra, mos ta mashtrojmë vetveten, mos bëjmë padrejti vetvetes, mos ta tradhtojmë vetveten, por të pendohemi për mëkatet që i kemi bërë. Ai që na shtyn të pendohemi është mëkati, sepse të gjithë jemi mëkatar. Nëse llogarisim vitin që kemi lënë prapa, do të shohim se çfarë gabime kemi bërë ne. Viti ka 365 ditë, ka 8760 orë. Nëse llogaritim në minuta ka 525.600 minuta. Sa prej këtyre ditëve, orëve, minutave kemi kaluar në dëfrim? Sa i kemi kaluar në gjëra të kota? Sa i kemi kaluar në lojra të ndryshme? Sa i kemi kaluar duke shikuar TV? Sa i kemi kaluar duke bardh fjalë? Sa i kemi kaluar duke gënjur? A nuk të mjafton kjo që të pendohemi? Gjatë vitit të kaluar,
ka qenë obligim që ne t'i falim 1820 namaze. Sa prej tyre i kemi kryer. Gjatë vitit që ka kaluar stajre ke përkujtuar Allahu Gjeleshanuhu. Nëse nuk të ka rënë ndërmend dhe ke harruar ta kujtosh Allahun, dije se në ditën e gjykimit edhe ai ty do të ka me të harruar. Thot Allahu Gjeleshanuhu, kale kedhalike etetke ajatuna fenesiteha ve kedhalike ljomel tunsa. Ai Allah thot, ashtu si harrove ti argumentet tona që ti ofruam, ashtu je edhe ti i harruar sot. Friksoju ditës kur pejgamberi alayhis salam do të ankohet Allahut për ata të cilët e kanë braktisur dhe nuk e kanë lexuar Kur'anin. Thot Allahu gjithashtu në Kur'an, qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. O e i dërguar i tha, o Zoti im, vërtet populli im e konsideron këtë Kur'an si diç të hedhur. A nuk është e vërtet se në përshtëpit tona qëndrojnë Kur'anat, vetëm si zbukurim e shumë pak për e nesh e lexojmë atë. Sa herë i dërgojmë salavate pejgamberit alayhis salam. Si ka qenë sjellja jote gjatë vitit të kaluar me prindrit e tu? Si ka qenë lidhja farefisnore? Sa i ke ndihmuar jetimet e tjera? Pra, me të vërtet, ne kemi nevojë për pendim. Në fund e lutim Allahun Gjeleshanuhu që të na bëjë për atyre që pendon shumë, sidomos gjatë këtij muajit të madh të Ramazanit, muaj i bereqetit, muaj i pendimit, muaj i mëshirës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.